Çfarë t'ju themi atyre që na thojnë terrorist Taliban e nimi etiketa. Kjo është normale, puna e etiketimeve, e sulmeve, e ofendimeve është një gjë normale për një rreth ku njerëzit janë ignorant në lidhje me fen. Sidomos në një vend ku ka një propagandë të qartë, të dushme, kundrejt zhvillimit të jetës fetare tek muslimanët, sidomos tek rinia muslimane, djemt apo vajzat. Dhe kjo propagandë e orkestruar me mirë në fusha të ndryshme, krijon një opinion, do thotë se këta të rinjt indoktrinohen me një islam radikal ose islam maksimalist, dhe sa ajo mund të jetë rrezik për vendin tonë, dhe normalisht vijnë pas etiketat terroriste, talibane, lloj-lloj etiketash. Na duhet jemi durimtar, para se gjithashtu na duhet ta mësojmë fen mirë, që të kemi fakte dhe argumente kur flasim me të tregojmë se këto janë etiketime që nuk qëndrojnë. Do të nuk ka fakte, do të që flasin që mund ta paraqesin islamin si fe radikale e mos flasim terroriste ose gjëra të tjera. Përkundazi faktet për botën perëndimore që sot e trajtojnë si botë civilizuese, për terrorin, qëndrimet radikale që i kanë bërë ata dhe i bëjnë, janë shumë të mjaftojnë faktet e Interpolit për Evropë vetëm në vitin 2007, 2008, 2009, ku për të gjitha akteve terroriste që kanë ndodhur nga 400-500 syresh në Evropë, janë zakonisht 1, 2, 3 apo asnjë. Dhe kjo tregon do thotë se terrorizmi me ngjyra fetare krishtere shumë më i madh se sa terrorizmi me ngjyrë fetare islame, që Islami normalisht nuk e konfirmon dhe nuk e pranon, përkundazi do thotë e kundërshton, dhe do thotë sipas rregullave islame lufta i ka rregullat e veta dhe paqja i ka rregullat e veta. Andaj duhet i dish këto gjëra, pastaj debatosh me qetësi, do të shtosh drejt tuaja fetare, të shtosh kulturën e gjerë, komunikimi të jetë i vazhdueshëm me njerëz, mos t'u japim shembuj me fjalë para se t'u japim shembuj me vepra, dhe kjo kalon. Por duhet jemi në aktiv në promovimin e vlerave dhe në përgjigjen e antivlerave, dhe me kalimin e kohës do të kush e kupton, kush e kupton lodhet, kurse na do të vazhdojmë karavani, do të vazhdojmë të ecë me lejen ndihmën e Allahut derisa arrijmë në vendin e vet. Pra atyre dashakçive, provokatorëve, atyre që nuk kanë synimin për ta mësuar të vërtetën, por thjesht veç dojnë të ofendojnë në çmend, i themi karavani ecë përderisa qend lehen anësh, dhe me lejen e ndihmën e Allahut do të ecim përpara.